Të nderuar teleshikues, tashmë jemi në momentin e intervistës. Të është bashkuar me mua në studio administratori i ri i postës shqiptare zoti Ervin Bushati. Faleminderit që jeni pjesë e ekranit të Faktsius tashmë me një tjetër postë. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi gjithmonë. Suksese së pari, ndërkohë pyetja tashmë konsiston në faktin prioritetet e postës shqiptare. Po, faleminderit. Në fakt, posta shqiptare ka lindur me shtetin si shërbim ndaj qytetarëve. Pra, është një nga ato institucione dhe funksione që shteti jo vetëm i ofron qytetarëve, po në fakt janë në stofin e asaj që quhet republik apo shtet, sepse bën të mundur komunikimin. Ashtu siç e pam edhe gjatë pandemisë apo dhe gjatë tërmetit, disa institucione bazike janë ato që kanë mbajtur bashkë shoqërinë, jo vetëm kanë ndihmuar, por na kanë sjellë dhe ne më pranë si qenie njerëzore. Një nga këto institucione, pra me një shpirt të vetin, është edhe posta shqiptare. Këtë vit bën 110 vite që ka funksionuar, është pra një institucion i ngritur që me pavarësinë e Shqipërisë, patjetër që do vazhdoj të ketë këtë pozicion dhe këtë mision për të përmbushur ndaj qytetarët, por duhet harmonizuar dhe duhet parë me një strategji dhe me një vizion të një Shqipërie 2030, të një Shqipërie ku nuk baraspeshohet vetëm misioni i saj për të shpërndarë informacionin, për të bërë pagesat, por gjithashtu të ketë një dimension virtual, digital, sepse të gjithë dimë që sot komunikimi dhe informacioni apo dhe ndërmjetësimi për shumë shërbime të ndryshme është zhvilluar në një sferë digjitale, në një sferë virtuale, prandaj patjetër që sfidat në të ardhmen do jenë në këtë fokus dhe në këtë dimension. Pra, ka mbi 100 shërbime që ofron posta shqiptare, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në çdo qendër rrethi apo qarku, po dhe në fshatra dhe në zona të cilat janë më të veçuara. Ndaj, patjetër që do vazhdoj ta bëj këtë mision dhe do risjellim dhe do mundësojmë teknologjitë më të reja për gjithë qytetarët, për të ndërlidhur, për të bashkëpunuar, pra një rrjet i tërë fibrash ekonomike, logjistike, transporti, financiare, shërbimesh, virtuale edhe digjitale. Mendoni zoti Bushati se tashmë që keni nisur dhe detyrën e re, ka nevojë posta shqiptare për përmirësime të mëtejshme sa i takon shërbimit ndaj qytetarit? Patjetër që me gjithë misionin e vështirë që ka pasur, gjithmonë, sidomos gjatë pandemisë apo dhe gjatë tërmetit, një funksion që nuk ka reshtur së funksionuari për ditë, dhe tu shkon një falënderim i madh për gjithë ata shqiptarë dhe shqiptare të cilët në detyrën e tyre me postën e Shqipërisë kanë bërë të mundur që të vazhdojë jeta si normalisht në një periudhë lufte të vërtet, pra një falënderim i veçantë shkon atyre. Patjetër kanë bërë një punë shumë të madhe, edhe pararencit e mi patjetër kanë pas një pozicion ku janë përpjekur për ditë për të rigjeneruar, për të rimodernizuar dhe për të sjellë një shërbim sa më të shpejt. Ne dimë që kemi mangësi si çdo institucion tjetër, si çdo kompani që funksionon në fakt në lidhje të drejtë për drejtë me qytetarin, do përpiqemi që të mbyllim çdo pakënaqësi, çdo vështirësi, shërbim të munguar apo dhe çdo lloj sjellje qytetare që duhet mbajmë ndaj qytetarit, por dhe të ofrojmë një gamë shumë të re dhe të gjerë produktesh dhe shërbimesh, të cilat, siç e thash, në një Shqipëri 2030, 2030 duhet të jetë vizioni ynë për të qenë pararendës i ndryshimeve teknologjike. Pra ne shikojmë që nuk mund të parashikojmë dot as pandeminë, as tërmetin, as krizat e tjera të cilat nuk i shkakton shteti, shoqëria, një natyra njerëzore, por që janë sfida për të përballur. Pra jo vetëm se nuk i mënjanojmë dot, por duhet që t'i pararendim pse jo, po dhe t'i shërbim qytetarëve në këto kohë të vështira. Zoti Bushati, ju jeni në profesion ekonomist. Për të folur pak sa i takon edhe çështjeve ekonomike në vendin tonë. Ka pasur deklarata për gjatë ditëve të fundit nga ana e opozitës sa i takon rritjes së çmimeve në vendin tonë, përfshirë këtu çmimi i karburanteve apo edhe çmimi i bukës, ndërkohë ka qenë zoti Petrit Vasili, i cili ka theksuar se tashmë borxhi publik ka arritur në nivelet 100%. Si do t'i përgjigjeshit ju këtyre deklaratave të opozitës sa i takon rritjes së çmimeve, por dhe borxhit publik? Atëherë në fakt majoranca ka qenë shumë transparente, kemi pasur kryeministin Rama që ka bërë të ditur situatën energjetike sot në tregjet globale, në tregjet rajonale,
si çdo mall ashtu dhe çdo shërbim ka një çmim dhe çmimet i dikton tregu, pra janë të njësuara në të gjithë botën. Patjetër që Shqipëria në fakt në sektorin e energjisë është një nga rastet më suksesshme për sa i përket aplikimit të energjisë që ne prodhojmë. Pra nëse shumë vende sot duan të shkojnë drejt energjisë të rinovueshme, Shqipëria ka më shumë se 95% të energjisë nga hidrocentrale, pra energji të rinovueshme. Dhe jemi sot në parametra që as Shtetet e Bashkimit Evropian nuk i kanë dot. Ne kemi të gjithë energjinë të prodhuar nga burimet të rinovueshme. Ajo që ndodh sot në botë, me ngrohen globale, me krizën e Covidit, patjetër që raportet e tregjeve ndërkombëtare me energjinë kanë ndryshuar. Pra ka më shumë kërkesë sot, ka bllokime logjistike, ka luftë për tregje, ka zhvillime gjeopolitike të cilat bëjnë që këto çmime të ndryshojnë. Këto çmime të rriten. Patjetër që është shumë e përgjithshme nga një qeverisje që të deklarojë që në fillim dhe të bëjë transparente në mënyrë që ndoshta nuk janë mësuar qytetarët më parë, të tregojë qytetarëve se kush është realiteti. E kemi bërë këtë dhe me pandeminë. Kemi një kryeminist që ka dalë dhe për ditë ka bërë thirrje qytetarëve të zbatojnë masat higjienike, të zbatojnë oraret e caktuara, të vaksinohen, dhe vaksinimi është një histori suksesi. Pra nuk ka asgjë jashtë një mënyrë të re komunikimi që ka vendosur mazhoranca me qytetarët apo kryeministri për të komunikuar mbi gjithçka. Pra mos vi duket sikur vinë gjërat nga Zoti, por që ka një logjik dhe gjithë bashkë përgatitemi si shoqëri. Nuk më duket e ndershme nga ana opozitës që përpiqet që çdo situatë tregjesh dhe tregjet nuk i cakton. Mazhoranca nuk i cakton Shqipëria, i caktojnë forcat globale. Çdo situatë tjetër ta shfrytëzoi apo ta keq përdori për arsye politike, duke ngjallur panik, apo duke krijuar atë dramaticitetin e diçkaje të shkaktuar nga forcat politike. Çmimi i energjisë nuk ka lidhje me politikën. Çmimi i ushqimeve nuk ka lidhje me politikën. Çmimi i miellit në botë nuk ka lidhje me politikën. Çmimi i naftës, i gazit nuk ka lidhje me politikën. Aq më pak me politikën shqiptare. Pra kjo që dëgjojmë sot nga opozita është si ta vësh Shqipërinë në qendër të botës, edhe si në kohën e Enverit thua që ne ndikojmë çmimet e gazit rus, apo të naftës saudite, apo të miellit ukrainas etj. Nuk kanë të bëjnë fare me politikën shqiptare dhe aq më pak me mazhorancën. Ajo që është në dorë të mazhorancës është të administrojë sa më mirë këto shërbime dhe këto mallra, dhe ne e dimë që energjia elektrike dhe reforma e marrë për energjinë është një histori suksesi. Këtë e thot Banka Botërore dhe FMN-ja. Sot nuk është më problem energjia, humbjet teknike apo humbjet të cilat deri në gjysmën e rasteve ishin vjedhje në sistem, sot janë minimizuar në masën 18-20%, pra brenda kufirit teknik të humbjeve, të vërteta teknike. Mos harrojmë që ata që sot anatemojnë dhe shajnë, janë ata që njëherë privatizuan, pastaj rishtetzuan sektorin e energjisë elektrike, gjithmonë të dështuar. Ndaj, patjetër është detyrë e qeverisë që të mbrojë shtresat më në nevojë, por si në çdo vend të botës, shtresat nuk mbrohen duke kontrolluar çmimet, çmimet nuk kontrollohen dot në treg. Vetëm vendet që e kanë tentuar janë Venezuela apo ndonjë vend tjetër komunist, çmimet i cakton tregu global. Ato që bën qeveria është patjetër me subvencione, me ndihma të ndryshme, dhe ne këto po i bëjmë për ndihmuar shtresat nevojë. Patjetër pensionistët, familjet me të ardhurë më të ulta, individët me aftësi të kufizuara etj, gjitha shtresat nevojë, por këto janë politikat sociale që ndërmerren. Dhe dua të them edhe një herë që tregjet nuk i cakton dhe çmimet nuk i cakton politika, aq më pak është shqiptare dhe aq më pak mazhoranca. 7 propozime ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike sa i takon të gjitha zhvillimeve ekonomike në vendin tonë. Një ndër këto 7 propozime të dhëna për rimëkëmbjen e ekonomisë, e ka quajtur zoti Pasha, është edhe hiqja e taksës Rama për TVSH-n. Atëherë zoti Basha i ka qef o 5 propozime, o 7 propozime, i pëlqejnë këto numrat një shifror, mban mend dhe më kollaj. Shumica e atyre propozime unë i lexova për respekt, janë tashmë të tejkaluara dhe kanë të bëjnë me funksionin e shtetit në përgjithësi. Vetëmi propozim është ndryshimi i TVSH-s. Unë mendoj që Shqipëria sot ka një sistem shumë të mirë fiskal, ka pasur prej vitesh tashmë në këtë mazhorancë, jemi të besueshëm
si aktor dhe si partner FMN, Bankën Botërore, dhe nuk mund të ndërhyet në skemat fiskale thjesht nga lajmi i ditës për një çmim në bursë, për një çmim qoftë ai dhe i energjisë dhe të dalë. Nuk e ka pasur në dorë Partia Demokratike, nuk ka bërë asnjë nga këto propozimet, edhe këto propozime që të shikohen sot patjetër duhet të kenë dakordsinë dhe rakordimin e gjithë masave që ndërmerren në një projekt buxhet. Nëse Partia Demokratike është serioze, mund t'i paraqesë ato në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Dhe patjetër, nëse shikohet dhe do të bashkojë votat me mazhorancën, do të jetë pjesë e mazhorancës, mund të sjellë disa propozime të cilat mund të vlerësohen si të pranueshme. Po kam përshtypjen që edhe si në projekt buxhetin e para 3 viteve mos gaboj, ku propozimet që bënte Partia Demokratike ishin sa gjithë buxheti bashk, edhe në këtë rast i ka bërë llogarit pa hanxhin. E në fakt, duket se nuk të riqet nga deklaratat e tij zoti Basha, ka paralajmëruar deri protesta në rast se qeveria nuk të riqet nga kjo rritje e çmimeve. Tashi, politika është dhe politikë. Zoti Basha ka një hall në shtëpinë e vet edhe që mos merren njerëzit me sovranitetin e tij si kryetar partie apo me legitimitetin e tij si i rizgjedhur mbas 5 humbjesh, patjetër që tenton të heqi hallin që kanë në shtëpi. Megjithatë, mendoj që protestuesit që mund nxjerrë zoti Basha do jenë më pak se ata që mbledh zoti Berisha në të njëjtën kohë. E kam vënë re që zoti Berisha më shumë mbledh tani njerëz se sa mblidhte Basha në fushate, jo më të filloj dhe të bëj gjëra të cilat nuk kanë sens. Vendi i opozitës është në parlament, vendi është në institucione, ka të gjitha mundësitë, opozita janë dhënë gjitha hapësirat, mazhoranca është më së dorë shtrirë dhe zemërhapur për të pranuar gjithçka që shkon në të mirë të qeverisjes së qytetarëve, i ka institucionet aty, nuk ka pse i bën në rrugë, tentuan politikën e rrugës dhe të Molotovit, nuk i funksionoi. Nëse kanë propozime, le t'i çojnë tek projekt buxheti i vitit 2022, shumë shpejt duhet fillojë diskutimi, ka një praktikë shumë të mirë për këtë, paraqitjet me datë 15 nëntor dhe ka 45 ditë për të diskutuar. E në fakt, jemi në mbrojtje të interesave qytetare, ka theksuar zoti Basha, ndaj do dalim edhe për të protestuar. Në definicion, protestat nuk i bëjnë forcat politike. Pra protestat janë për qytetarët, po jo nga forcat politike. Forcat politike futen zgjedhje dhe fitojnë ose jo. Forcat politike bëjnë propozime në parlament, kundërshtojnë parlament. Protestat janë protesta qytetare. Protestat politike janë e kohës së komunizmit, njësoj si inteligjenca apo si partitë e bashkimeve profesionale. Protestat janë qytetare, protestat nuk janë politike. Vendi i opozitës është në parlament. Nëse zoti Basha do të merret me protesta, le të shkojë të bëjë antiprotesta zotit Berisha. Duket se një gjë e tillë në fakt zoti Bushati përqendruar vetëm një moment tek zhvillimet politike. Si e keni parë qendrimin dhe deklaratat njëkohësisht të zotit Berisha me tubimet e zhvilluara dhe takimet e zhvilluara në të gjithë Shqipërinë sa i takon përjashtimit të tij nga radhët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Partia Demokratike ka kohë që nuk është faktor politik në jetën dhe në shoqërinë shqiptare. Pra është partia e dytë, po ka një distancë, PD-ja është partia e dytë, më është thjesht për të mbajtur mend, PD partia e dytë, ka kohë që nuk është faktor politik, është drejt kurrjes, me sa duket që nga dhe një si kurrje biologjike, apo e ka kryer ciklin dhe biologjikisht. Këto janë hallet të Partisë Demokratike, cilat ju kanë rënë përsipër, duket sikur është ndërmjet të keqes dhe mos më keq Partia Demokratike, nga do që të kthej e ka të vështirë. Ne kemi përkrahur si mazhorancë gjithmonë reformën drejtësi, e cila ka si jo vetëm partner, po si aksioner dhe themelues kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e shohin Shqipërinë jo vetëm si një vend në NATO, një vend që duhet përkrahur, por si një aleat strategjik në Ballkan, se jo dhe në Europë. Ndaj gjithçka që bëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkon patjetër në investimin që kanë ata në këtë marrëdhënie misie shumë mirë mes dy popujsh. Mos harrojmë që Shqipëria detyron jo vetëm pavarësinë e Kosovës, po dhe të Shqipërisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë qëndruar dhe na kanë mbështetur kurdo dhe kurdoherë. Jo pa arsye, më shumë se 95% e shqiptarëve mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj nuk do ishte fare dinjitoze për asnjë shqiptar, aq më tepër për një politikan
që të përpiqet të fusi gurë në rrota apo të fusi spicat mes marrëdhënies mrekullueshme që kanë shqiptarët me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Bushati, për të lënë pak në një anë zhvillimet brenda Partisë Demokratike dhe për të zhvendosur brenda Partisë Socialiste. Në media kanë qarkulluar lajme të shumta se pas asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste ka nisur një luftë apo betejë brenda Partisë Socialiste, si kryetari i Partisë Socialiste të Tiranës. Çfarë mund të na thoni lidhur me këtë lajm? Betejën ne e kemi me probambetin që mund të ketë një sektor, ekonomia, apo si mund ta bëjmë Shqipërinë sa më shpejt antare të Bashkimit Evropian dhe sa më të përparuar, një vend të zhvilluar dhe të pasur. Kjo është betejë jonë. Ne nuk kemi betejë më tashmë as me opozitën, sepse distanca në parlament apo dhe në votë popullore është tashmë e ndjeshme, e stabilizuar, e dukshme dhe e pakthyeshme. Pra në çdo skenar zgjedhjesh, në çdo skenar elektoral dhe politik, Partia Socialiste është forca e parë në distancë dhe a vendos sovrani, pra vota popullore për ta lënë Partinë Socialiste të qeverisë e vetme. Kjo është sfida jonë që kemi. Po që Partia Socialiste do vazhdojë të jetë forca e parë dhe që Partia Socialiste është sot dhe në legislativ, dhe në ekzekutiv, dhe në pushtet qendror, dhe në pushtet lokal, forca e vetme të cilës i besojnë qytetarët shqiptar. Dhe do ishte mungesë respekti, mungesë vizioni dhe shpërdorim misioni që Partia Socialiste të merri me fjalë që mund të ketë ngërçën Partisë Socialiste. Nuk ka asnjë ngërçë Partisë Socialiste, është forca më e madhe, më organizuar. PS-ja është progresi i së ardhmes. PS-ja është sot vizioni 2025. Po të shikoni gjithçka që është paraqitur para jush, edhe qeverisja, edhe legislativi dhe ekzekutivi, është një PS e 2025-s. Pra nëse PD-ja sot është PD e 98-s, PS-ja është e 2025-s. Ka një ndryshim të madh, të paktën 3 dekada ndërmjet këtyre dy forcave politike. Dhe nuk ka asnjë ngërç dhe asnjë problematik Partia Socialiste. Ata quajnë problem punën. PD-ja ose Basha quan punën problem. Po ta shohësh dhe deklarati ka të gjitha ndrek. Ne kemi nisur punën për zgjedhjet 2025-s. Kjo është ajo çfarë bëjmë ne. Organizohemi në shtator të 2019-s, dhe kur ka marrë postin unë si kryetar i Partisë Socialiste, që është privilegj dhe përgjegjësi, ne kemi nisur direkt punën për zgjedhjet qendrore. Momentin që marrim mandatin në zgjedhjet qendrore, nisim punën për zgjedhjet lokale. Ne që në shtator të këtij viti kemi nisur punën për zgjedhjet 2025-s. Puna për ne nuk është problem. Puna është problemi i demokratëve. Ndërkohë, një pyetje që i kam bërë edhe kolegëve tuaj socialist, ka qenë fakti nëse Partia Socialiste është më mirë me apo pa zotin Berisha. Se kisha dëgjuar këtë pyetje, që ka pyetje interesante, në fakt. Ne nuk I zgjedhim dot kundërshtarët. Ne mund të punojmë fort për të marrë besimin e sa më shumë qytetarëve shqiptar. Dhe qytetarët vazhdojnë mendojnë me distancë, në mazhorancë, që Partia Socialiste është më e përgjegjshme, më transparente, më e drejtë, më e zonja për të bërë këtë punë. Dhe ashtu si Partia Socialiste është përkujdesur si një nën për popullin, për kombin, për shtetin shqiptar në këto vite, që gjithmonë ta afrojë, ta përbashkojë, ta çojë më përpara, të rrisi nivelin e jetesës. Dhe nuk është marrë me lufta brenda vetes ashtu siç merret dhe duket qartazi që është një luftë personale për interesa personal, për interesa familjar, ajo që po ndodh në Partinë Demokratike. Pra nuk është për interesa familjar në thonjza, është për interesin familjar të atij që po e bën këtë punë, është për interesin familjar të atij që e kundërshton po këtë gjë. Dhe këto procese që kanë nisur në Partinë Demokratike janë të dëmshme në fakt për demokracinë përgjithësi. Dëmtojnë marrëdhënien tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dëmtojnë besueshmërinë e politikës në sytë e qytetarëve, se të gjithë jemi për një arsye, pra nuk duhet mendohet nesër që ka se kështu janë politikanët, kështu zihen me njëri tjetrin dhe kështu e ka politika. Nuk e ka kështu politika. Politika duhet punojë që të vaksinojë sa më shumë njerëz, ndërtojë sa më shumë shtëpi mbas internetit. Nuk e ka kështu politika. Ajo që shikojmë ne ke Partia Demokratike është shumë e dëmshme edhe për Partinë Socialiste. Sepse e thash, dëmton vullnetin që kemi ne me Shtetet Bashkuara, dëmton
imazhin dhe kontratën që kanë njerëzit me politikanët, po dëmton dhe Partinë Socialiste sepse ka më pak opozit, ka më pak presion për të qenë më i miri i vetes. Nëse në një fush futen dy ekipe dhe një nga ekipet është aq i dobët sa e bën dhe ekipin tjetër të luajë me rezerva apo të luajë më i qetë, ne duam që të luajmë sa më mirë dhe të punojmë sa më mirë se kemi qytetarët. Na dëmton në fakt që Partia Demokratike është kështu tërësisht e pa krye. Në fakt, zoti Bushati, do doja një koment tuaj sa i takon edhe kabinetit qeveritar. 12 gra dhe 4 burra. Nuk ka pasur diskutime kur kanë qenë 15 burra dhe 1 grua në qeverisjen e Partisë Demokratike. E quani normale biles shqiptarët që ishte vetëm një zonjë nderuar Majlinda Bregu antare e qeverie. Nuk e diskutoi njëri pse ka kaq shumë burra. Pse duhet diskutohet kur ka barazpeshim, siç e kemi parë në të dy mandatet e Partisë Socialiste ka pasur për herë të parë, ndoshta dhe sot për herë të parë ne po vendosim shumë herë të parë, një situatë të tillë ku kishte gjysmën e kabinetit, kemi gjysmën e Këshillave Bashkiake, kemi 30% të parlamentit, shumë shpejt nesër do jenë patjetër dhe më shumë kryetare bashkie, prap zonjat nderuar që e bëjnë këtë punë shumë mirë dhe nuk duhet të jetë ky diskutimi që duhet kemi ne si shoqëri. A ka bërë një hap përpara shoqëria shqiptare? Patjetër që ka bërë dhe ky është një hap i pakthyeshëm. Çdo qeverisje tjetër do duhet të ketë këto parametra ballance dhe mos harrojmë që Partia Socialiste e thash është partia e së nesërmes. PS-ja është partia e progresit, e së ardhmes, është PS-ja 2025. Kjo që po shikojmë është përgatitje për ne, për gjithë strukturat tona, për të fituar një mandat të ri qeverisës në 2025. Ndërkohë, si mendoni, sa e sinqertë është kjo dora e shtrirë që vijon ta theksojë në çdo dalje të tij për media të zoti Rama, sa i takon edhe bashkëpunimit me opozitën? Zoti Rama nuk i mungojnë votat, zoti Rama është komod, ka pushtetin ekzekutiv, legislativ, qendror dhe lokal dhe është më së i sinqert kur kërkon që për të mirën e Shqipërisë ne të punojmë bashkë. Ne nuk jemi armiq, nuk jemi dy popull të ndryshëm që jemi në luftë, jemi rival në një garë ku në fund të ditës duhet të përfitojë shoqëria shqiptare dhe është tërësisht miope nëse nuk e kupton që sa më shumë të bashkëpunosh dhe të jesh sportiv për mirë në fush, aq më shumë të vlerësojnë qytetarët me votë nesër. Ndaj e ka larg pamësinë mendoj unë mazhoranca ta bëj dhe e ka në ADN-n e saj Partia Socialiste që të kujdeset për shoqërinë shqiptare, se është kujdesur gjithmonë, nuk e ka dëmtuar asnjëherë. Kështu që thirrja e sinqertë që i bëhet opozitës, sepse e kemi parë se sa destruktive mund të jetë me Molotovin, me bllokimin e institucioneve, me bllokimin e zgjedhjeve, mos njohjen e zgjedhjeve. Ka nisur edhe me bllokimin e foltorës në seancat plenare. Nuk ka vënë mend, mendoj, ose i ka distraksione, ose për të hutuar bazën e saj se kush është lideri i vet politik. Pra e kanë këtë problem demokratët, nuk dinë kë kanë kryetar. Partia Demokratike nuk e di kë ka kryetar sot. Dhe nëse mendon kushdo nga pretendentët që tregohet kryetar duke bërë të fortin, e ka gabim, sepse periudha e forcës ka mbaruar me 97 në Shqipëri. Përveç sa administratori postës shqiptare, do donim të dinim si do të vijoj karriera juaj politike, zoti Bushati. Jeni sigurisht e thamë edhe gjatë intervistës kryetari i PS-së Tiranës. Është një privilegj dhe përgjegjësi e madhe për mua edhe në zgjedhjet e kaluara të jem kryetari socialistëve, kapiteni i socialistëve të Tiranës, ka qenë gjithmonë privilegj sepse është tash forca më e madhe në vend. Të gjithë kemi marrë kaq shumë, kemi dhënë kaq shumë, po jemi nderuar me emrin që gjithë bashk na jep Partia Socialiste. Kështu që e shikoj çdo vend, çdo pozicion, çdo mundësi rradh parë si mision ndaj fëmijëve tanë, shoqërisë shqiptare, nderit të Shqipërisë dhe patjetër të Partisë Socialiste, sepse e ka treguar që është forca anëtare me më shumë përkujdesje, me më shumë vizion për të ardhmen dhe me më shumë dashuri për të bërë Shqipërinë. Zoti Bushati, faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit juve, është kënaqësi. Gjithashtu.
Të nderuar televizionistë, kemi qenë në këtë bisedë në studio me kryetarin e Partisë Socialiste për Tiranën, zoti Ervin Bushati, ndërkohë në këtë moment do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.